إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Vetëm Allahun subhanahu wa taala falenderojmë dhe vetëm prej tij falje, ndihmë, udhëzim kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në atë ditë ku thot Allahu subhanahu wa taala yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atë ditë nuk të ban dobi asgjë nga kjo botë, pasuri, pozit, familje, vetëm ai që shkon tek Allahu me një zemër të pastër. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Të nderuar vëllezër, nuk ka dyshim se Kurani është mrekulli e cila Allahu subhanahu wa taala i sfidoi të gjithë ato të cilët dyshuan në vërtetësinë e Kur'anit apo në saktësinë e tij. Pra është fakt se të gjithë pejgambert dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka pas mrekulli të shumta, mirë po të vetmen gjë që Allahu subhanahu wa taala i sfidoi ato që dyshuan në vërtetësinë e Kur'anit dhe i tha që të vinë me një Kur'an si ky. Pastaj nëse nuk keni mundësi me 10 sure, pastaj nëse nuk keni mundësi me një sure dhe nëse nuk keni mundësi qoftë edhe me një ajet dhe nuk mundën. Edhe pse ishin njerëz pra të gjuhës dhe letërsisë arabe. Kjo na jep të kuptoj të nderuar vëllezër se Kur'ani nuk është libër historie që njeriu duhet ta furnizojë me informacione, po thjesht është udhërrëfyes i jetës. Është pra orientues dhe është dritë që njeriu pra e nxjerr nga errësira për në dritë. Arsye pse është mrekulli janë të shumta, mirë po një prej mrekullive të nderuar vëllezër është se kur një ajet pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyetën sahabët dhe e pyetën shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ndonjë ndodhi, për ndonjë informacion, për ndonjë rast konkret, ai nuk ishte njohuri, prit të shpalljen, prit të zbritjen e ajeteve. Pra, prej mrekullive të këtij Kur'ani të nderuar vëllezër është se nuk ka zbrit thjesht rastësisht, mirë po ka zbrit varësisht nevojave të njerëzimit. Pra, nëse është kërku, për në një rrethon të caktuar të zbres një ajet, ka zbrit një ajet dhe kështu me radhë. Pra kjo tregon se është mrekulli dhe kjo nuk veçohet vetëm koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po kjo mrekulli dhe Kur'ani mbetën mrekulli deri në ditën e Kiametit dhe mbetën zgjidhës i problemit dhe orientues për njerëzimin. Prej mrekullive të nderuar vëllezër të këtij Kurani është edhe lidhshmëria që ka ajeti me ajetin që vjen. Pra çdo gjë në këtë Kur'an është mrekulli. Çdo lidhse ajetit mes ajetit, çdo sure dhe kështu me radhë në vetvete përmbajnë mrekulli. Mirë po thjesht duhet një qasje e duhur se si t'i qasemi këtij Kur'ani. Unë do t'i marr shembull 2 ajete dhe lidhshmërinë e këtyre 2 ajeteve me tregu se si është mrekulli ky Kur'an. Thot Allahu subhanahu wa taala:
wa anfiqu fi sabilillahi. Dhe jepni thot në rrugë të Allahut. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin. Dhe mos e shtini, pra mos e çoni vetet e juaja me duart e juaja në shkatrim. Dhe bëni mirë, sepse Allahu subhanahu wa taala i do ato që bëjnë mirë. Ky ajet. Thjesht në pikpamjen e parë ndoshta nuk ka diçka, një kuptim shumë të madh. Edhe lidhshmëria me ajetin që vjen pas çka thot, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dhe kryni haxhin dhe umren për hir të Allahut subhanahu wa taala. Vallë, çfarë lidhshmërie ka ajeti i parë që e lexuame me këtë ajet? Siç thamë, çdo ajet ose ka arsye të zbritjes, ose rrethana me të cilin ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kërkuar një zbritje të një ajeti të tillë. Arsyeja të zbritjes së këtij ajeti të nderuar vëllezër është se tregon Ebu Ejub al-Ansari, thot, kur Islami u forcu, pra kur erdhëm në Medinë, pra për ansarët e ka për qëllim, Islami u forcu dhe ne e fitum një lloj bindje se vallë, pra nuk ka nevojë pra më shumë pra ta ndihmojmë Islamin dhe hajde të kthehemi pra pra të jepemi mas pasurisë, mas familjes, mas gjërave të kësaj bote. Sepse Islami ka marrë forcën e vet, ka marrë fuqinë e vet dhe nuk ka nevojë më shumë për neve. Tregon Ebu Ejub al-Ansari, thot, kur ne thot tek një grup nga ne pra filloj dhe e fitoj një bindje se pra Islami dhe shpenzimi dhe sakrifica dhe kontributi në rrugë të Allahut nuk është më i nevojshëm, Allahu subhanahu wa taala zbriti këtë ajet dhe tha, asesi, përkundrazi, jepni në rrugë të Allahut, kontriboni, sakrifikoni dhe mos e çoni me duart e juaja pra veten në shkatrim. Mi u dhanë mas punëve të tjera, që ato punë me qenë shkaktar që juve thot me ju largu nga rruga Allahut. Pastaj e vijoj ajetin dhe tha, plotsoni haxhin dhe umren për hir të Allahut. Shtyllë kryesore që njeriu të qëndrojë në rrugë të drejtë, sa e që don pak me largu nga rruga e drejtë, Allahu subhanahu wa taala i çoj mesazh shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë umetit të vet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se shtyllë kryesore që njeriu të qëndrojë në rrugë të drejtë është që ta kryjnë haxhin dhe umren për hir të Allahut subhanahu wa taala. Të nderuar vëllezër, fillimisht shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur thanë ta lëm pak kontributin për hir të Allahut dhe t'jepemi pak mas pasurisë dhe gjërave tjera të kësaj bote, ato fillimisht nuk pa të bajt diçka me gjuna, me mëkat. Ishin gjëra të lejuara. Mirë po Allahu subhanahu wa taala dëshmi tregu shokëve të pejgamberit dhe gjithë neve, se edhe nëse në esencë diçka është e lejuar, në fillet e saj diçka mund të pasqyrohet se është e lejuar. Mirë po nëse kjo gjë e lejuar, me kalimin e kohës, mund që njeriu ta largojë nga rruga e drejtë, dhe nëse njeriu ndalet dhe mendon para një vitit ku ka qenë, dhe pastaj ashdan me një çështje të kësaj bote mas një vitit ku është, Allahu subhanahu wa taala këtë gjë e llogariti shkatrim. Nëse ke shku në minus në çështje në relacion me Allahun subhanahu wa taala. Pra nuk është kusht se gjaja në esencë të jetë e ndaluar që njeriu të largohet prej saj. Mirë po Allahu subhanahu wa taala dëshmë na tregu neve se edhe nëse në fillet e saj një vepër e caktuar mund të jetë e lejuar, mirë po kjo bëhet shkak që njerëzit i largojnë me kalimin e kohës nga rruga e drejtë nga Allahu dhe kështu me radhë, kjo gjatë thot të keni kujdes, sepse me këtë gjatë njeriu me dur të veta është duke çu veten në shkatrim. Nëse marrim shembull në jetën tonë praktike, puna është gjatë që kërkohet, puna është gjatë e lavdushme, puna ndonjëherë edhe obligohet që njeriu të mbaj veten dhe kështu me radhë, dhe familjen. Mirë po nëse puna bëhet shkak dhe njeriu fiton një bindje se s'kam kohë për mu falë,
nuk kam kohë për me kry adhurimet dhe kështu me radhë, edhe pse në esencë në fillet e para puna është e lejuar dhe është obligative, nëse bëhet kjo punë shkak dhe ty të largojnë dhe nuk të lënë ti krysh obligimet fetare që Allahu ti ka obligu, Allahu të thot, ke kujdes, se je duke e çu veten në shkatrim. Pastaj thot, wa atimul hajja wal umrata lillah, krye haxhin dhe umren për hir të Allahut. Haxhi të nderuar vëllezër është një nga 5 shtyllat e Islamit, që është ndërtu Islami mbi 5 shtylla, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Islami është ndërtu mbi 5 shtylla, një prej këtyre 5 shtyllave është edhe haxhi. Haxhi të nderuar vëllezër është udhtim 2 dimensional. Është udhtim që njeriu me trup udhton nga vendi pra i vet për në Qabe, udhtim horizontal, dhe është një udhtim vertikal që shpirti i njeriut udhton për tek Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu subhanahu wa taala, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Shtëpia foltorja e parë e cila u vendos, thot Allahu subhanahu wa taala, është Qabja e cila u vendos në Mekë, e begat, e bekume dhe udhëzim për njerëzimin. Allahu desht me urtësin e ti të nderuar vëllezër, që këtë Qabe, këtë gur, pra gurin e zi dhe Qaben, ta vendos në një vend të nxehtë, në shkretir, në një tokë jo pjellore, dhe kështu me radhë. Desh me tregu Allahu subhanahu wa taala se nevoja e njeriut për Allahun dhe lidhja e njeriut me Allahun subhanahu wa taala i te i kalon çdo problem dhe çdo vështirësi. Edhe pse është nxehtë, edhe pse është toka jo pjellore, edhe pse është shkretir, edhe shumë gjëra të tjera, nevoja që ka njeriu dhe ajo që simbolizon pra përmallimin, nevojën dhe nënshtrimin që ka njeriu për Allahun subhanahu wa taala, i bën që ti te kalojnë gjithë këto gjëra. E para. Edhe e dyta, kjo tregon se lumturia të nderuar vëllezër vjen nga brenda dhe jo nga ajo që e rrethon njeriu. Pra, i sheh njerëzit që janë duke shku atje që derdhin lot. E shef që përmallohen për atë vend. Në pikpamjen e parë, nëse është një vend me ujvara, me lumej, vend luksit, dhe kështu me radhë, thot njeriu po shkoj të shoh çka ka atje. Mirë por të shkoj njeriu në 50 gradë Celsius nxehtë, në shkretir, dhe kështu me radhë, dhe të derdh lot kur ta shoh Qaben, dhe të mundohet gjatë gjithë jetës të mbledh para, dhe të sakrifikojnë çdo gjë për një qëllim, vetëm të shkojnë ta vizitojnë atë vend, gjendja e tij flet në këtë moment dhe thot: Ja Rab, madha faqada man wajadak wa madha wajada man faqadak. O Zot, çfarë humbi ai që të gjeti ty dhe çfarë gjeti ai që të humbi ty. Pra gjendja e tij kur e shef Qaben tregon dhe thot: ai lidhja me Allahun subhanahu wa taala është lidhja që njeriu asnjëherë është pra lidhje që nuk shkëputet kurrë. Është lidhje që e bën njerin të pamvarur nga çdo kush, vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala e urdhëroi Ibrahimin alayhis salam që t'i ftojë njerëzit për në haxh dhe i tha: Wa adhin fi an-nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin amiq. Thirr o Ibrahim njerëzit, ftoj njerëzit për në haxh. Do të vinë në këmbë, me deve, me çdo mjet komunikacionit dhe kështu me radhë. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Do të vinë nga çdo cep i tokës. Kur Allahu subhanahu wa taala e urdhëroi Ibrahimin që të ftojë njerëz në Qabe, pra në haxh, ta vizitojnë Qaben dhe kështu me radhë, Ibrahimi alayhis salam i tha: Zëri im vallë nuk do t'i mri njerëzve. Pra,
nga Mekja, ku do t'i mrin zëri im? Allahu subhanahu wa taala i tha, thirr, sepse ne do t'ja përcjellim njerëzve thirrjen tënde. Thuhet se ajo thirrje që Ibrahimi, pasi Allahu e urdhëroi t'ja bëjë njerëzve, ka arrit tek çdo gjë. Thuhet që malet janë ulur dhe ka arrit tek çdo krijesë. Ka arrit tek njerëzit të cilët ishin në mitrat e nënës, ka arrit tek njerëzit të cilët ishin në boshtat korrizor të baballarëve të tyre, dhe të gjithë ata njerëz që sot i përgjigjen dhe që janë përgjigj dhe që do t'i përgjigjen Allahut pra me thirrjen e Ibrahimit deri në ditën e Kiametit. Wa adhin fin nasi bil hajj, dhe thirri njerëzit për në haxh. Pra, ka për njerëzve që kanë shku në haxh, ka për njerëzve që kanë shku në umra dhe kështu me radhë, dhe gjithë e dim fjalën kur themi lebejk Allahume lebejk. Pra Ibrahimi, kur i thiri njerëzit të gjithë besimtari që do të shkojnë në haxh deri në ditë Kiametit, i than Ibrahimit lebejk Allahume lebejk. Pra thirrjen që e bani Ibrahimi me urdhër të Allahut, i tha, po i kemi thanë gjithë njerëzit që kanë qenë haxh, që janë duke shku dhe që do të shkojnë deri në ditë Kiametit, janë përgjigj me përgjigjen të përgjigjemi o Zot të përgjigjemi. Dhe kur kanë lind njerëz në këtë botë, këtë mbrenësin që janë përgjigj, e kanë ndi obligim, dhe prej momenti që kanë hyrë moshën madhore, kanë fillu me mendu se si me jo përgjigj asaj përgjigje që e kanë dhanë kur kanë qenë në mitrat dhe në boshtin korrizor tek baballarët e tyre. Sepse të nderuar vëllezër, është çudi dhe është në pikpamjen e parë është e pakapshme që njeriu tregohet në vende që nuk kanë mundësi të shkojnë sepse numri është i kufizuar. Me ka 20 dhe 30 vite presin, mundohen të bajnë çmosin për të shku atje. Thjesht njeriu provon një herë, aplikon për një vizë, dhe e ndal. Asesi nuk ndalet, thot derisa të jem gjallë, unë do të mundohem me shku atje. Sepse është një përgjigje që është pra që jemi përgjigj pra prej kur kemi qenë para ardhjes së tonë në këtë botë. Lebejk Allahume lebejk, të përgjigjemi ty o Zot, të përgjigjemi. Është interesant se nëse të fton dikush, nëse i përgjigjesh, nëse kërkon nga ti diçka, i thu po. Kjo është përgjigje. Mirë, po nëse i thu dikuj të përgjigjem urdhëro, kjo është përgjigje e nivelit më të lartë. Kjo tregon respekt për thirrsin, tregon vlerësim dhe kështu me radhë. Dhe ne nuk themi thjesht po, mirë po themi të përgjigjemi o Zot, të përgjigjemi. Fjalën kur e themi të përgjigjemi o Zot, të përgjigjemi, do të thot o Zot, ti je Zoti jon, ne jemi robët e tu. Të përgjigjemi çdo gjë, atëherë çdo gjë që kërkon nga ne të përgjigjemi ty. Thjesht fjala të përgjigjemi o Zot nuk është një fjalë që del thjesht. Mirë po tregon adhurim, tregon nënshtrim, tregon se fuqia absolute i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Ne jemi robët e Allahut. Të përgjigjemi kërkon nga ne, pra nga ne çka të duash o Zot. Obligimet të përgjigjemi mundohemi t'i kryem. Ndalesat mundohemi t'i largohemi dhe kështu me radhë. Allahu subhanahu wa taala, të nderuar vëllezër, kur e krijoi njerin, e diti më së miri se çka ka nevojë ky njeri. Ky njeri, të nderuar vëllezër, ka nevojë që të ushqehet fizikun, ka nevojë që ta ushqej intelektin, logjikën, pra, dhe ka nevojë që ta ushqej shpirtin. E vetmi ushqim, të nderuar vëllezër, që nuk mund të zaventsohet me asgjë, ashtu si nuk mund të zaventsohet ushqimi dhe pra ushqimi i trurit me informacione dhe kështu me radhë, është shpirti, të nderuar vëllezër, që ushqehet me adhurim. Për atë Allahu subhanahu wa taala na obligoi adhurimet, dhe që të jemi të lumtur në këtë botë, të nderuar vëllezër, e kemi obligim që ti nënshtrohemi Allahut subhanahu wa taala. Dhe për fund shtrohet një pyetje, pasi pas ka kaq vlerë haxhi, vallë çfarë shpërblimit ka haxhi? Të nderuar vëllezër, haxhi nuk ka asnjë shpërblim të vet, vetëm një shpërblim ka. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el hajjul mabrur laysa lahu al jazaa ila al janna. Haxhi i pranuar nuk ka asnjë shpërblim, vetëm se xheneti. Pra, vetë xhenetin, pra nuk ka asnjë shpërblim tjetër. Të gjithë ne pra
E lusim Allahu subhanahu wa taala atyre që i mundsohet këtë vit me shku, Allahu subhanahu wa taala me ja lehtësu udhtimin dhe me kthy të pastruar nga mëkatet me haq të pranuar. Ndërsa ato që ende nuk kanë pas mundësi me shku, Allahu t'ja mundsoj. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.